Ish finalisti Mateo Borri ka folur për herë të parë për eksperiencën e tij pas daljes nga spektakli. I ftuar në një emision, Mateo ka folur për lojën e tij, ku u shpreh se nuk ka pasur asnjë strategji, përveç se ka treguar veten e tij ashtu siç është edhe jashtë. Unë kam bërë pjesën time, unë ky jam. Nëse njerëzit u dukemi pa vërtet, nuk është puna ime. Ata nuk më njihnin brenda në shtëpi. Më kanë sulmuar për të më nxjerrë të pavërtet. Mateo Borri, siç ka qenë brenda, është dhe jashtë. Te unë nuk ekziston të strategjia, kur kam ndjenja janë ndjesi. Unë nuk bëja strategji. Selini i uroj gjithë të mirat. Edhe kur kam qenë brenda në shtëpi, mendoja që unë do isha i pari. Selini e dyta, Miri i treti, pastaj Rogerti. Nuk ka strategji më të mirë se sa të jesh vetvetja. Ata viktimizoheshin, kishin fjalë të tepërta, u shpreh Mateo. Po ashtu, ai ka folur edhe për marrëdhënien e tij me Brikenën, për të cilën u shpreh se familja e tij është shumë mbështetëse. Kam rënë brenda me Brikenën, i themin e Elbasanit, edhe kur ajo vajza të refuzon të bën akoma më shumë për vete, sa e isha larg saj ndihesha shumë keq. Mateo thash, pastaj filluan therrjet. Unë e kërkoja me insistim, kur mua më pëlqen një vajzë dhe pëlqimi është reciprok, siç është parë në momentin e parë që kishte afrimitet për qafimet e mera dhe me zor. Pëlqimi i parë ka qenë në kopësht, nuk është se e mbaj mend shumë, tani jam burr i martuar, mos më pyet për pëlqime se nuk flas. Gjërat tona personale unë dhe Brikena i flasim vetëm me njëri tjetrin. Ka të bëjë dhe e kaluara, të gjitha vajzat mund të kenë pasur një pëlqim. Ne tani që jemi bashkë flasim për të ardhmen. Herën e parë që ja kemi shkuar italisht të dua, aty te dhoma make-upit, më tha nuk të besoj. Pastaj kam thënë gjatë prime-it, aty isha shumë i mërzitur se kishte dalë, por mblodha diçka vetëm në 2 fjalë. Mami është dakord për çdo gjë time. Mami më ka thënë shumë e bukur, shumë e mirë. Nëse unë jam i lumtur, mami është e lumtur, u shpreh Mateo. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.